Ministri në detyrë i financave, punës dhe transfereve, Hekuran Morati, ka bërë të ditur se është realizuar pagesa shtesës së njëhershme prej 100 euro në bazë të vendimit të qeverisë së Kosovës. Sipas Muratit, përfitues të kësaj shtese janë fëmijët e moshës nga 0 deri në 16 vjeç, përfituesit e pensioneve bazike dhe kontributive, kategoritë të dala nga lufta, personat me aftësi të kufizuara si dhe përfituesit të skemave të tjera sociale që i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Ai thekson se varësisht nga banka ku përfituesit i kanë llogaritë e tyre, mjetet financiare do të reflektohen në orët në vijim. Ndërkohë ekipi ynë ka marrë opinione nga qytetarët, të cilët e kanë mirëpritur këtë vendim duke e cilësuar si të nevojshëm për përballimin e shpenzimeve bazike. Ata kanë shprehur gjithashtu dëshirë që masa të tilla mbështetëse të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Ky është një veprim shumë i mirë, të cilin ka e bën qeveria, e ka bërë qeveria kryeministrit edhe 2 vite më parë, për një ndihmë sado e vogël, mirë po një ndihmë falenderuese për pensionista edhe për fëmijët, për nanat e fëmijëve cilët rriten në Kosovë. Shtesat na kanë ndihmu për me zbut krizën, se është krizë e madhe, porja është inflacion i madh, është ra, prandaj kemi mirëpritur. A duhet të vazhdojnë ende këto ndihma? Po, duhet të vazhdojnë nëse dojnë qeveria. Ky vendim u mirëprit edhe nga të veçlit. Mua para të fundvitit 100 euro më kanë ndihmuar shumë sepse mund të blej ushqime për familjen dhe mund të bashkojmë parat me familje dhe mund të blejmë gjëra së bashku. Unë falenderoj shumë që po na ndihmojnë për shkollë, për fëmijë që kanë nevojë edhe për pensionista. Në fund, qytetarët theksojnë se në kushte të rritjes së çmimeve, ndihma financiare nga institucionet mbetet e domosdoshme për shtresat më të ndjeshme të shoqërisë.